Së fundi, ministri në detyrë i mbrojtjes së Jug Maqedonsi është përgjigjur kërcënimeve të vazhdueshme nga Serbia për luftë dhe pushtim të Kosovës. Maqedonsi theksoi se kërcënimet janë reale dhe se Beogradi zyrtar ka vendosur 70% ushtrisë në jug dhe jo larg kufirit me Kosovën. Kjo deklarat për vendosjen e ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën ka nxitur reagime të mëdha. Në lidhje me këtë çështje përbëta sot foli eksperti i sigurisë Drizar Shala. Së pari, potencoi faktin se viteve të fundit, shteti serb në vazhdimsi ka provokuar ushtarakisht dhe përmes diplomacisë Kosovën. Gjatë viteve të fundit, Serbia ka ndjekur një strategji të vazhdueshme të presionit të kontrolluar ushtarak dhe diplomatik ndaj Kosovës, duke përdorur rritjen e forcave në kufi si një mjet destabilizues psikologjik dhe diplomatik. Ky veprim është pjesë e një doktrine hibride të projektuar nga Qendra për Operacionet e Informacionit dhe Sigurisë Kombëtare dhe strukturat e inteligjencës serbe që synon krijimin e një klime të përhershme tensioni në rajon për të kontestuar sovranitetin dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, deklaroi eksperti. Gjithashtu, Shala tha se nuk është rastësi vendosja e ushtrisë serbe afër kufirit të Kosovës. Sipas tij, kjo lëvizje ka disa objektiva. Përqendrimi i forcave serbe në kufi nuk është rastësor. Ai shërben disa objektivave të qarta. Së pari, presion ndaj institucioneve të Kosovës, veçanërisht në prag të zhvillimeve politike të brendshme apo ndërkombëtare. Së dyti, testimi i vullnetit dhe kapaciteteve të NATO-s dhe KFOR-it, si dhe reagimi i partnerëve ndërkombëtar. Së treti, mobilizimi i opinionit të brendshëm serb përmes një diskursi nacionalist që krijon imazhin e kërcënimit të jashtëm për Serbinë. Së katërti, krijimin e justifikimeve për ndonjë ndërhyrje të mundshme hibride në veri të Kosovës, përfshirë përkrahjen e strukturave paralele apo provokimin e incidenteve të armatosura. Ky veprim është i rrezikshëm, pasi krijon një ambient të shndrueshëm të pasigurisë, i cili mund të eskalojë përmes aksidenteve, provokimeve të inskenuara apo reagimeve të nxituara, theksoi ai. Tuti, eksperti tha se reagimi ndërkombëtar është mos e i nevojshëm pasi nuk mjaftojnë vetëm thirrjet për përmbajtje. Madje në këtë pikë potencoi disa pika që do të duhet t'i përmbanin reagimet ndërkombëtare. A do të duhet të kishim një reagim ndërkombëtar? Po, absolutisht po. Heshtja apo vetëm thirrja për përmbajtje nuk janë më të mjaftueshme. Reagimi ndërkombëtar duhet të përfshijë presion të drejtë për drejtë diplomatik ndaj Beogradit që të tërheqë forcat ushtarake nga kufiri, monitorim dhe publikim të rregullt të pozicioneve ushtarake nga ana e KFOR-it dhe NATO-s, për të ofruar transparencë dhe për dështuar propagandën. Rikonsiderim të formës së prezencës ndërkombëtare në veri të Kosovës, duke përfshirë elemente inteligjencës strategjike dhe kapaciteteve mbikëqyrëse ajrore satelitore, sanksione të targetuara ndaj udhëheqjes ushtarake serbe në rast për shkallëzimeve apo shkeljeve të hapura të kufirit, shtjelloi Shala. Në fund, eksperti shtoi se përdorimi i ushtrisë nga Serbia është mjet për presion politik e psikologjik. Në përfundim, është e qartë se Beogradi po përdor ushtrinë, jo për mbrojtje, por si një instrument presioni politik dhe psikologjik. Reagimi ndërkombëtar nuk duhet të jetë pasiv, por i koordinuar, parandalues dhe i qartë në pasoja. Përmbyll Drizar Shala për Bota Sot.